Finalisti i edicionit të 4 të Big Brother VIP Albania Laert Vasili tashmë është bërë pjesë e stafit të opinionistëve në emisionin Përputhen. Gjatë një prej debateve me konkurrentët, Laerti vendosi të ndalet tek rëndësia e martesës. Aktori tregoi qartë se për të, martesa nuk është diçka që merret lehtë apo trajtohet si lojë. Laerti zbuloi se pse vetë nuk është martuar deri më sot. Në qoftë se burri është burr, martesa nuk është me lujt në përkallamishte. Ktu ke një njeri që nuk është martuar për këtë arsye. Si jam martuar sepse nuk më pëlqen të marr divorc pastaj, më kupton, të lë fëmijët rrugëve, të gjej një tjetër aty hajde pas kangjellave. Budalliqe të tilla, martesa është e shenjtë, u shpreh Vasili. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.